Të bëj dhe unë regjistrim. Goca, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Unë jam tani në pozicionin e folësit. Jam shumë e lumtur që jeni këtu. Jam shumë e lumtur mbi të gjitha që kam Anxhin, një kolege shumë të mirë në gjatë 3 viteve të bashkëpunimit tonë, të themelimit të platformave të cilat më shqip janë platforma të cilat ne të dyja për shkak të shumë gjërave që kemi menduar dhe kemi punuar gjatë këtyre viteve nuk i kemi dhënë një zë shumë të fuqishëm në mediat shqiptare. Për arsyen e vetme sepse unë jam një njeri shumë skeptik për sa i përket dhënjes të besimit në dorë dikujt që nuk i di se si funksionojnë. Sepse mbi to është bërë një punë shumë e madhe, është bërë një investim shumë i madh. Dhe mbi të gjitha është bërë një kohë shumë e madhe që ne punojmë mbi to. Angela është një inxhiniere informatike, të cilat fati në një mënyrë ndryshe mua me Anxhin në bashkoi në një grup të dikujt që viste parat dhe djersën e njerëzve. Dhe jo vetëm Anxhi, po dhe shumë goca të tjera i kam shpëtuar nga i grup duke folur dhe duke thënë që po ju vjedh kohën, po ju vjedh edhe mundin. Kështu që besimi tek Anxhi erdhi për shkak të unë jam njeri shumë në ana energjitike që lidhem dhe e kuptoj shumë me intuit të thellë personin që kam në fjalë, sado që mund ta kem larg. Dhe thash, hajde të bashkojmë forcat. Kisha këtë ide shumë vite përpara. Pse e them këtë? E kisha këtë ide shumë vite përpara për njerëzit që nuk më njohin. Unë dikur në 2016 kam punuar në grupin Balfin të Zamir Manes, ndër të parët që ka bërë dhe themeluar e-commerce-in në Shqipëri. Dhe duke sjell gjithë elitën e madhe shqiptare, por jo vetëm, po dhe njerëzit instruktorët e ndryshëm në Shqipëri për të mësuar në lidhje me reklamimin e platformave. Ka qenë i pari që ka bërë reklamin platformash dhe dhënje marketimi të bizneseve në botën online. Atëherë nuk kisha ndonjë mundësi të madhe ekonomike, me thënë të drejtën, dhe kërkoja me çdo mund që të ikja nga Shqipëria dhe të bëja një jetë më ndryshe, sepse vendi s'po ma jepte atë lloj mundësie. Duheshin shumë para të investuara dhe preferova që të bëja 2-3 punë, t'i grumbulloja këto para për gjatë gjithë viteve dhe t'i investoja në fillimet e vitit 2022. Kemi nisur që të themelojmë platformat. Përse erdhi ideja e platformave? Ideja e platformave erdhi sepse unë nisa në vitin 2019, pa nisur pandemia, me kanalin tim në YouTube, duke parë mendësinë e Shqipërisë. Dhe di që është një mendësi e ngurtë, një mendësi e fortë, një mendësi e cila shumë herë gënjehet me gjëra të pavërteta, sepse ka shumë të vështirë shqiptari të vërtetoj. Domethënë, unë kam shumë të lindur këtë pjesë edhe qoftë edhe nga profesioni im i parë që është kimik. Jam kimiste, inxhiniere kimiste në profesionin e parë dhe ne nuk themi dot një gjë po e lidh me të, që është e vërtet pa eksperimentuar. Kështu që unë nuk besoj dot pa e preku dhe pa e vërtetuar. Është domethënë e pa diskutuar kjo gjë. Dhe duke parë shumë vrull të madh të punës online në atë kohë, thash pse jo mos të ndërtoj një mënyrë se si të funksionojnë dhe si vërtet bizneset të ecin në botën online dhe se si ato të fitojnë klient i cili është shumë i rëndësishëm për një biznes. Sot bizneset po vuajnë dhe kanë një paradigmë shumë të madhe sepse biznesi sot në Shqipëri nuk e njeh klientin e vërtet, bën sikur e njeh, por nuk e njeh. Nuk e njeh dhe flet dhe unë shikoj mënyrën se si flet në rrjetet sociale kur flet në mënyrë të përgjithshme. Ka një targ audiencë të cilën ende nuk e njeh, nuk e shënjon dot, sepse pse ndodh kjo? Se nuk eksperimenton. Pra, çdo biznes duhet të eksperimentoj në fillimet e veta, që do të thot, ka një kohë eksperimentimi, të paktën 3 deri në 6 muajt e parë, ti nëpërmjet postimeve të tua do të kuptosh cila është audienca e dur që po i drejtohesh. Apo i drejtohesh një audiencë që është nga mosha, po marr fjalë, nga mosha 18 deri në 45, apo po i drejtohesh thjesht sepse je një mësuese që po jep mësim për fëmijë. Pra po jep një gjuhë të huaj për fëmijë, apo po jep një gjuhë të huaj, po marr këtë shembull, për grup mosha më të mëdhenj nga 18 vjeç. Ende nuk e kuptojnë këtë dhe ky është një nga ngërçet më të mëdha sot të biznesit që shumica e njerëzve nuk kanë klient. E para, e dyta, bizneset sot hidhen pa patur një planifikim buxhetar. Kush është financiere dhe ekonomiste e kupton shumë mirë këtë gjë që unë po them. Unë kam bërë disa trajnime dhe disa programe të financës, kështu që një biznes nuk mund të eci
nuk mund të jetë gjatë, do thoja unë, nëse nuk ka një plan buxhetor, sepse nëse ty të humb plani A që ke hedhur për shumë motive, mbi të gjitha duhet të mendosh që biznesin një ti si individ që po e drejton dhe nuk është dikush tjetër. Pra sot njerëzit vazhdojnë akoma me teoritë e 90-s të mund që flasin në ajër, nuk flasin dot dhe nuk impaktojnë dot dhe nuk arrin të kuptojnë që sot njeriu dhe klienti blen për emocion, nuk blen më për nevojë. Ka ikur koha që blihet për nevojë. Sot çdo lloj gjëje po blihet për emocion dhe po blihet që ti të bësh më të mirën tënde dhe ta mbushësh mendjen tënde me gjëra nga më të mirat, nga trajnimet, nga internshipet e kështu me radhë. Por edhe të produktet. Unë shikoj një ngërë shumë të madh. Vazhdohet akoma që ti ngrej një biznes. Çfarë ndodh? Vazhdohet akoma, po marr një supozim. Ti ngrej një biznes online dhe pastaj pas 2-3 muajsh këtë biznes ja beson një influencer. Nuk jam kundra. Por në marketing, të paktën me shkollën që unë kam bërë këtu në Spanjë, në marketing ti mund t'ja besosh vërtet një influenceri, por në një kohë të gjatë, sepse influenceri duhet të bëj punë, jo thjesht me një postim në story. Pra, në shkollë thuhet që është një nga mënyrat e reklamimit, marketingi në influencer, por jo në një periudhë të shkurtër kohore, 1-2 ditore ose 1 javore. Duhet të jetë në periudha të gjata, që të rritet besueshmëria, sepse si mund t'i besojë një personi si Kristi që si reklamon programin e Anxhit, pra si reklamon Anxhin, reklamon dhe Kristi, reklamon dhe Ariolën dhe të tjerat me radhë. Nuk arrit do të krijojë një besueshmëri, sepse Ariola edhe Angela, një sekondë, sa të mbaroj dhe pastaj mundet të reagoni. Ariola dhe Angela mund të kenë të njëjtin produkt. Ku duhet ta dallojnë se kë duhet të zgjedh? Lind pyetja. Pra, të gjitha këto pikpyetje të mëdha që lindin, unë i pash dhe i vëzhgova dhe i studiova në detaje dhe kam menduar që të sjell të dyja platformat. Platforma e parë është platforma e pazarit online, që është një platformë e-commerce, dhe platforma e dytë është platforma e planifikos. Unë po bëj share për të dyja platformat që juve t'i shikoni. Platforma e parë është pikërisht pazari online. Është një platformë në të cilën të gjithë platformën e ka ndërtuar Angela. Pra është fal punës së Angelës e gjithë ndërtimi i platformës dhe ndarja e produkteve me kategori dhe nën kategori të caktuara. Dhe pastaj ajo do flasi vetë në lidhje me gjithçka, në lidhje me fjalët kyçe që përdor, me metodat SEO që përdor, me çdo gjë tjetër që ajo ka përdorur brenda këtyre platformave dhe pse duhet ta zgjedhin pazarin nga gjërat e tjera. E gjithë platforma e pazarit online ju mund ta shikoni që ne çdo muaj paguajmë hosting, paguajmë mirëmbajtjen e platformës, paguajmë gjithçka. Dhe çdo person që ka ofron një produkt ose disa produkte, mundet t'i reklamoj shumë mirë edhe në platformën tonë. Dhe çfarë përfiton, do flasi Angela në vazhdimsi. Angji, ti mund të flasësh në lidhje me ndërtimi, sepse je ti ajo që e ke ndërtuar platformën. Çfarë mund të përfitojnë bizneset, si mundet ta kuptojnë këtë gjë që është më mirë nga pjesa e madhe që bën turma sot në rrjetet sociale? Po, Kristin, pra në lidhje me platformën e pazarit, që siç e the ti është një platformë e-commerce, për çdo produkt që ne shtojmë aty, që pra siç e patë edhe ju është në Shqip, ne punojmë me fjalët kyçe ose optimizimin me SEO. Çka do të thotë, për shembull, nëse se ne kërkojmë në Google për produkte apo për shërbime specifike, të mund të dalë në kërkimet e para. Kanë qenë mos gaboj dhe shërbimet e Gertës. Po, të nutricionimit, se ne kemi të pranishme këtu. Po, që është e pranishme sot, që dilni në kërkimet e para në momentin që kërkoje për shërbimet e nutricionistëve, pra. Apo dhe platformat tjetër e Planifiko, që kanë qenë dhe vajzat e kurseve, pra përkatësisht kurse për italisht dhe anglisht, pra të Kristeldës dhe Ariolës, që gjithashtu është punuar me SEO dhe faqet e tyre kanë dalë në kërkimet e para në Google, pra, dhe me keywords-et. Edhe gocat janë të pranishme sot këtu, po, në live, kështu që
Pra, çka do thotë që ne në qoftë se arrim të dalim në kërkimet e para, që Po, patjetër ka atë kohën e vet të paktën 5 deri në 6 muajt e parë, atëherë rriten edhe shanset për të marrë dhe klientët e duhur, të marrë klientë potencial, sepse normalisht në qoftë se unë jam interesuar për kurse italisht, atëherë do hyn dhe të kërkoj në Google apo qoftë për shërbime të tjera. Atëherë unë quhem një klient potencial përderisa po kërkoj për kurse të tilla. Angji, si mendon ti në pjesën e duke qenë brenda IT, si mendon në këtë ritmin e trendin e madh që ka ndodhur tani? Unë e shikoj ndryshe, të paktën kur erdha në Shqipëri, pash pak më moderin nga çfarë ishte më përpara, para 5 viteve, për sa i përket kërkimeve në Google, sepse unë shikoj që shumë biznese, duke mos patur një website, duke mos patur një vend, do them, identifikimi të tyre, sepse po mendoj që të ngresh një biznes online dhe sigurisht që nuk është e thjeshtë që ta ngresh një biznes online. Por në momentin që ti përveç se po shfaqesh në rrjetet sociale që sot është shumë trend të Instagrami, por jo vetëm. Ndër të parë për mua është YouTube që korr pafund miliona lek dhe që shumë persona janë bërë shumë të famshëm. Unë jam një person që YouTube më paguan nga ajo që unë kam bërë dhe është shumë thjesht që ta monetizosh atë. Pra, e para është kjo platforma në Google Search, i pari është Google, i dyti është YouTube dhe pastaj vjen rrjetet sociale. Si motor kërkimi. Ky është motori kërkimi. E vërtet. Megjithëse secila prej tyre ka atë algoritmin e vet që të nxjerrën kërkimet e para. Pra, YouTube ka algoritmin e vet që duhet të kërkosh për keywords edhe me radh. Google gjithashtu, megjithatë theksoj që tek pjesa e Google Kristi ka ndikuar pak edhe AI, pra inteligjenca artificiale që po merr zhvillim të madh, pra dhe po ndikon dhe te pjesa e SEO. Më saktë tani shumë shpejt do filloj të quhet dhe AI Engine Optimization. Pra, e kam parë trendin që më të madh po bëhet tani. Kështu që kjo është një gjë e mirë për persona të cilët kanë ngritur biznesin dhe kanë biznesin e tyre në Google. Sikurse edhe pozicionimin në platformë siç jemi ne, pra siç mund ta kenë një se quhet në platformë, sepse kjo është një benefit i tyre. Pra, platforma paguhet nga ne, hostimi paguhet nga ne, gjithë parat janë ato që ne i vendosim në dispozicion. Reklamimi, siç ti mund ta bësh në vende të tjera, mund të bëhet aty dhe klientët në bazë të motorëve të kërkimit siç ti e the, duke patur një kohë të caktuar, sepse duhet të presim, se është një biznes i ri dhe motorët e kërkimit ashtu sikurse ndodh në çfarëdo lloj platforme tjetër. Mos mendoni që unë e kam provuar vetë. Hapja në Shopify, në Amazon, në çdo lloj platforme tjetër, në fillimet e veta kërkon mundin e saj, kërkon forcat për shndrimin më të madh dhe investimin më të madh. Sepse kjo duhet thënë. Pra, në biznes nuk ka investim me 0 lek. Në biznes ka investim me para. Biznesi nuk mund të ngrihet me 0 lek, sepse ti thjesht po bën diçka për t'u bërë, jo thjesht një biznes të mirëfillt. Pra, ndryshojmë pak edhe konotacionin këtu kur po flasim. Po flasim për zhvillim mendësie të një biznesi të cilin unë dhe ti e kemi prekur dhe mbi të gjitha e paguajmë të biznes që kemi ngritur. Dhe këtu mund të blihet. Pra, nëse ti bën për shembull këtë abazhurin e shton në kartë, ti mund të blesh dhe çdo produkt i çdo individi që reklamohet mund të blej dhe ajo informimi, pra lidhja, kur unë kërkoj informacione në lidhje me biznesin, ju vin individëve që regjistrohen në platformat tona. Pra, ju vin kontakti juve për produktet që ju dëshironi, për shërbimet që ju ofroni, pasi blihet në platformë, juve merreni pastaj kush ka produkte, merret vetë me mënyrën e shpërndarjes së produktit, me mënyrën e zgjedhjes së postës, sepse në vende të ndryshme të botës posta funksionon në mënyra nga më të ndryshmet. Kështu që kjo është një platformë online për të kuptuar dhe pak sensin e platformës dhe si funksionon dhe sa aktive është kjo platformë mbi të gjitha. Dhe çdo produkt ka një flet pajisjeje për që jep informimin sa kushton orderi më saktë. Dhe gjitha këto gjëra që Angji i ka shtuar, pra telefoni, zip kodi në çdo vend të mundshëm që është i aksesueshëm platformë. Është pagesa me kartë, pagesa me PayPal që edhe në Shqipëri ka filluar tashmë që të njihet dhe kjo pjesa dhe po përdoret, pra. Po përdoret më shumë, por është dhe
planifiko, Kristi, që Po, është më mund të ndërkombëtare, është në anglisht, që mund shtohen edhe produkte digjitale, kjo është risi e fundit nga ne. mund ta thuash këtë Anxhi, përpara se t'ju japim edhe secilës goce fjalën për sa i përket një review Po, që po, ato kanë pasur, eksperiencë që kanë pasur me platformat tona, se si janë ndjer, kanë po, qenë ndër të parët klientët tanë që kanë besuar tek ne. po. Është edhe Angela që ka pasur shërbimet e saj të marketingut, gjithashtu. Unë po bëj stop share që të bësh të mundsohesh ti pastaj që të Po. bësh pjesën e Shop Planifiko si një risi, jo vetëm Mhm. për ndërkohë që ti Anxhia, po flas, jo vetëm për personat që shesin produkte, ne kemi menduar edhe për personat që duan të shesin dhe rroba të përdorura. Zëm shembull, sepse në jashtë shtetit në Europë është një nga mënyrat më të mira për të fituar para kur shesin rrobat e tyre dhe i tregtojnë në platforma nga më të ndryshmet për të fituar para. Po. Pra është një nga mënyrat. Kjo është pra platforma që është krijuar nën domenin kryesor, domethënë ose nën platformën kryesore që është Planifiko. Këtu mund të reklamoni domethënë çfarë do lloj biznesi, siç kanë reklamuar dhe vajzat e kurseve që përmenda pak më parë, pra që përmendëm së bashku me Kristin, ndërsa shop.planifiko.com është një platformë që ju lejon të hapni një dyqan tuaj, pra, është ndërkombëtare, madje mund të shisni jo vetëm produkte second hand, çfarë do lloj produktesh fizike, domethënë, por edhe produkte digjitale që momentalisht janë bërë shumë trend, siç mund të shiten edhe në Etsy, por fatkeqësisht Etsy nuk është pra i disponueshëm për Shqipërinë. Ne e dim këtë gjë. Apo dhe Amazon që ka ato tarifat e veta të larta, Kristi e di më mirë, Po. sepse shet në Amazon. Atëherë këtu ne mund të krijojmë dyqanin ton, vetëm një moment, ju lutem, do t'ua shpjegoj. Unë këtu jam loguar me llogarinë time si shitse, pra unë kam dyqanin tim këtu dhe unë mund të kontrolloj në çdo kohë dhe porosit, pra orders, okay? Pra u dhe transaksionet të gjitha, mund të chatoj pra me klientët ose ti ofroj mbështetje, suport për çfarëdo lloj gjëje që mund të kenë. Edhe për produktet fizike është e mundur dhe pjesa e delivery, që do të thotë që ne mund t'i konfigurojmë këto, patjetër që me ndihmën dhe me suportin ton, mund t'i konfigurojmë dhe të mund të dërgohen pra me procedura të thjeshta, të bëhet lidhja me posta specifike e me radhë. Pra gjithmonë flas për produktet fizike, sepse për produktet digjitale nuk është e nevojshme. Thjesht mjafton që të logohesh. Por shtimi i produkteve bëhet nga ne, duhet ta theksoj edhe këtë, duke qenë se edhe këtu punojmë me fjalët kyçe, punojmë me optimizimin me SEO dhe që të mund të keni domethënë shitje sa më parë, sepse është SEO ajo që realizon shitjen, pra në çfarë do lloj platforme, në çfarë do lloj dyqanesh, pra qoftë në Etsy dhe qoftë në Amazon. I përmend këto si platforma të mëdha dhe ndërkombëtare, pra, apo dhe si platforma popullore që janë të njohura nga të gjithë. Për shembull këtu ju do shtoheni si seller, do shtoheni si shitës. Okej, ne kemi filluar që të shtojmë domethënë dhe dyqane të tjera, për shembull shtimi i produkteve është i thjeshtë, po të shkojmë te produkt, t'ju tregoj një procedurë shumë të thjeshtë, vendoset emri i produktit, zgjidhet dyqani, pra dyqani që do dhe kush dhe lloji i produktit, pra produkt fizik ose produkt digital, që është akoma më e thjeshtë pra puna. Pastaj pjesa e titujve, pjesa e përshkrimit, këto duhet të bëhet nga ne në mënyrë që punohet me fjalë kyçe dhe që të mund të keni shitje pra të produkteve tuaja. Dakor, është një procedurë që kush dhe pjesa e SEO configuration, pra çdo gjë është që bëhet nga ne pra si procedurë. Okay. Po shoh dhe komentet ose pyetjen nëse ka. Po ja, atë po shikoj edhe unë. Këto produktet në platformë thot blihen me linkun nga Amazoni në Shqipëri në lek apo janë produkte të tjera? Produktet e cilës? Produktet e pazarit online po thua?
Pazari online është një faqe e-commerce e cila bën të mundur dhe reklamimin e produkteve të afiliatit, siç është për shembull Amazon Affiliate që unë e kam shpjeguar në trajnimet e mia, bën të mundur që hedhjen e produkteve zgjedh sa produkte ti dëshiron që ti hedhësh në platformë me përshkrime të caktuara dhe i bëjmë ne përshkrime. Mund të shtoj diçka Kristi këtu? Po, patjetër. Për shembull, në lidhje me produktet e Amazon Affiliate për pazarin online, po është e mundur, ndërsa këtu për shop planifikon nuk është e mundur affiliate. Thjesht nëse keni produkte fizike ose produkte digjitale, pra jo affiliate. Pra, domethënë kjo nuk është për pjesën e affiliate-it. Po. Dhe në fakt po i përgjigjem pak edhe Sara, sepse Sara është shitja e fundit që është shtuar këtu. Po, është një nga gocat e trajnimit të Amazon Affiliate. Po. Dhe pra pyet ku është butoni Add Product, por në fakt kjo gjë bëhet nga ne, domethënë shtimi i produkteve sapo e përmenda dhe me paketën vjetore lejohen deri në 8 produkte në muaj, pra. Sepse është një punë që ne duhet ta bëjmë, domethënë me përgjegjësi, duke qenë se punohet edhe me SEO, me përshkrimet, me titujt e me radhë, pra. Edhe ndryshimet e të dhënave, logon, më duhet që t'i bëjmë ne si administrator dhe suportues, domethënë të dyqanit tonë. Pra Sara, se disa isha e qartë për Sarën, nëse keni pyetje të tjera. Pastaj pjesa e regjistrimit, unë me Kristin kemi krijuar edhe një tutorial që kush i interesuar domethënë të regjistrohet, patjetër që do t'ua dërgojmë për sa i përket shop planifiko. E kam hedhur edhe në YouTube. Po është edhe në YouTube. Po, siç do edhe klasën këtu, kështu që do t'i jetë të dyja në YouTube. Daniela pyet tek platforma Shop Planifiko si mund të bëhesh pjesë, çfarë kosto ka dhe sa i mundur është suksesi nëse bëhesh pjesë. Po. Patjetër, Kristi mund ta sqarosh për pjesën tënde dhe për pjesën teknike, po e sqaroj unë. Po. Okej, në rregull. Unë jam keq kuptuar për pjesën e produkteve të Amazon Affiliate-it, kështu që nuk është kjo pjesë, domethënë, është për pjesën e pazarit. Është vetëm te pazari, po. Okej. Është vetëm te pazari Amazon. Është vetëm te pazari. Po, ndërsa këtu është vetëm për produkte fizike ose digjitale, pra. Në produkte digjitale patjetër që mund të përfshijmë dhe shërbime. Daniela, unë po të përgjigjem në lidhje me Shop Planifiko, është një paket vjetori që kushton 250 euro dhe ashtu si kurse e tha Angela, produktet qoftë fizike apo qoftë digjitale janë me një sasi të caktuar mujore që janë 8 produkte në muaj që ti mund t'i shtosh, pra çfarë do lloj produkti që ti dëshiron, qoftë fizik, qoftë digital, sepse nuk e di se si është biznesi jot. Dhe për pjesën e suksesit, unë të paktën në klientët që i kam pasur dhe i kam aktualisht, unë i kam këtu live dhe ato le të flasim më shumë sepse unë s'dua që të bëj reklam për punën tonë, flasim më mirë veprat, mund siç flas në çdo lloj gjëje në rrjetet e mia sociale. Preferoj të jem mbi 100% e sinqert, kështu që për pjesë suksesi unë po ju lë fjalën atyre dhe të flasin ato se sa klient, kur e ka marrë klientin e parë, si ka qenë eksperiencat, gjitha këto, ti flasin gocat cilat kanë qenë pjesëmarrëse dhe si kliente në platformat tona, qoftë tek pazari, qoftë tek Planifiko. Kristi mund të shtoj diçka dhe për produktet, pra për vajzën që pyeti, nëse produktet janë fizike, por edhe digjitale, nuk ka rëndësi, ajo çka duhet nga ju është thjesht të na jepen ne fotot e produkteve, disa foto të qarta, aty ku është nevojshme patjetër që ne edhe mund t'i editojmë dhe pjesën e çmimit patjetër ndonjë përshkrim të shkurtër, sepse pastaj përsëri do ripunohet nga ne për të bërë atë optimizimin me SEO, siç kemi thënë. Dhe përveç pjesës që do reklamohen produktet në Shop.Planifiko, në paketa vjetore pra përmban edhe reklamimin e një faqeje këtu te platforma kryesore të Planifiko. Po, Angji, unë kemi kategori të ndryshme këtu. Po, do më thënë si kanë reklamuar dhe vajzat e kurseve, pra. Po, Gerta pyet për produktet e shërbimet e mia të cilat janë trajnime, libra, e-book dhe libër fizik, konsulta individuale, cila platformë do të ishte më mirë. Angji, ti e di më mirë këtë në pjesën si inxhiniere informatike, për pyetjen që ka bërë Gerta.
Mendoj se për librat, por edhe për trajnimet apo konsulta më mirë do ishte që ti reklamonte te shop.planifico, sidomos për pjesën e e-books. Okej. Gerta do të ishte më mirë shok planifiko për pjesën, duke qenë se është një risi e madhe që ne kemi risjellë kësaj radhe pas 2 viteve gjysmë eksperiencë nga pjesa e platformave si nën kategori brenda platformës dhe me një shtrirje akoma më të gjerë, për sa i përket shok planifiko, është më mirë kjo duke qenë se ti je jashtë ashtu sikurse unë për një research më të fortë dhe për klient më potencial nga e gjithë diaspora shqiptare kudo që ndodhet. Jam shtuar nga era e fundit e bashkëpunimit së bashku. Shumë faleminderit, do të jem aty sepse me ju shërbimet e mia patën një boom. Shumë faleminderit Gerta. Ju Gertën besoj e njihni. Gerta është ndër të parat që ka bërë revolucion për sa i përket nutricionimit të fëmijëve. Unë kam qenë kliente e Gertës për fëmijën tim të parë për Ardell dhe ajo i ka besuar shërbimet e saj, Shop Planifiko për një vitin e kaluar dhe unë kam pasur çdo moment kontakt për shërbimet e Gertës për sa i përket e-bookëve, konsultave që ajo ofron gjithçka. Gerta, faleminderit. Ja si do duket dhe një faqe pra reklamuar në Planifico, për shembull unë këtu hapa kurse anglisht që është e Ariolës. E Ariolës, pra. Ariolën e kemi prezente këtu. Janë shërbimet, po janë dhe paketat që pra patjetër që Ariola mi ka dhënë gjitha informacionet dhe unë kam arritur që të ndërtoj këtë faqe në Planifico. Duhet të thënë që është si një website kjo, Angji. Po, është si një faqe website të njëjtën gjë, pra mund të bëjmë dhe me trajnimet e Gertës, plus dhe që do i reklamojmë edhe do i shtojmë si produktet e Shop Planifico. Okay, që të mund të blihen direkt pra nga platformat. A Daniela thot për produktet fizike interesohem, a është e përshtatshme për produkte pre-order? Po, patjetër që po. Patjetër që mund të shes dhe këto produkta. Unë dua t'ju jap pak fjalën, Angji. Dua t'ju jap pak fjalën gocave. Meqense jete Ariola, unë do t'ju jap fjalën Ariolës për eksperiencën që ajo ka pasur dhe që ka vazhdon ta ketë në platformat tona. Ariola, si je? Mirë mbrëma, goca. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Faleminderit edhe Kristit edhe Angelës për prezantimin në fillim. Atëherë, unë kam kohë dhe safo jam tani akoma kliente në platformat e Angjit dhe Kristianës dhe Kristit, edhe dua të them që për çdo gjë siç e shikoni edhe këtu, unë në fillim kam patur atë dyshimin do jetë të bëja një website ku të jetë tamam e reklamuar, por nuk besoj se i mungon gjë nga website-i përveç se blerive online që edhe të blerit me kartë që edhe siç e kam folur dhe nga konsulta me Kristin, nuk është një treg që din ta bëjnë. Jemi akoma afrikat sakne të bëjmë blerje online. Kështu që kjo ishte mënyra më e mirë për, le të themi, për të sjell klient pikërisht në ato forma që ne shqiptarët dim në për rrjetet sociale dhe në për numrat e WhatsAppit. Edhe është një formë ku është e promovuar e gjitha dhe e paraqitur shumë mirë. Sidomos mbas mund të themi pak muajsh në të dyja faqet e mia kanë pasur le të themi studentë që vinin edhe i shikonin edhe i lexonin të gjitha detajet që ishin të paraqitura tek website, tek Planifico. Edhe një gjë që unë e vlerësoj nga gocat, sepse unë vërtet kam një faqe kurse të gjuhës angleze, por në fakt e kam të ndarë në dy faqe dhe nuk jam kursyer që një farë mënyre të reklamojnë 2 në 1, edhe pse janë po njëti, janë po unë, do më thënë që e ofroj si gjë, po sido që tjetër si thua është një mundësi që pse jo, dikush mund të ketë ato të dhënat e kursit të anglishtës së komunikimit apo dhe ato me emrin tim Ariola kurs anglisht. Në të dyja rastet, ndoshta unë nuk di të flas me shifra, se nuk jam shumë e shifrave, jam më shumë e fjalëve.
Edhe ditë them që jam shumë e kënaqur jo vetëm nga çfarë ndodh me planifikos sa e mirë e paraqitur që është, po edhe sa support marr edhe nga Kristi kur kam nevojë të pyes diçka gjithmonë është përgjigjur, edhe te grupet e trajnimeve të Power Mind 2-shit, edhe kur kemi patur një konsult që e pata përfituar falas. Pra ditë them që siç e reklamon edhe e thot me fort Kristi është gjithmonë e saktë në atë që thot dhe e drejtë për drejtë në atë që thot. Edhe besoj se kjo do ishte një përmbyllie e mirë. Çfarë do lloj shërbimi që do marrësh, qoftë nga Kristi dhe Angela që e bëjnë në bashkëpunim, kanë bashkuar forcat më së miri, apo tek njëra dhe tek tjetra, jam e sigurt që do kesh një e para support dhe një ndjekje të punës. Dhe kjo gjë ka rëndësi për ne, se ne dim të Kjo është blejmë. shumë e rëndësishme. Ne dim të Support. ne dim të blejmë pa të mos kemi atë supportin, se ndoshta ndonjëherë blejmë sepse kemi besim tek personi, por kur nuk e gjejmë atë supportin, nuk do dim si të veprojmë. Se gjithë puna ndonjëherë e trajnimeve është dhe mbas trajnimeve. Domethënë, ç'a bëjmë ne me ç'a morëm dhe ç'a përdorëm. Kështu që edhe në platformë, se unë devijova pak sa përveç se platformës përmenda dhe trajnimet, di të them që do kesh gjithmonë mbështetjen e Kristit, meqense kam ndjekur edhe trajnimet, ndërsa për Angelën me këto organizimet kam qenë një çik kështu e bezdishme, po Angela mi ka bërë gjitha sipas dëshirës atë pamjen edhe rregullimin e detajeve. Këto të tjerat pastaj tekniket unë nuk i di, por i vë re, domethënë edhe nga persona që kërkojnë kurse dhe më thonë kemi kërkuar në këtë mënyrë dhe në atë mënyrë. Pavarësisht ta thonë në fillim, por në fund e kupton që edhe studentët Kam të vinë kërkuar nga Google. të vinë nga Google dhe të vinë nga një platformë që e kanë parë dhe e kanë ashtu, e kanë të shqyrtuar. Plus, më pëlqen që të jetë diçka e qartë, sepse ca gjëra transparencë i kam të rëndësishme dhe unë, edhe më pëlqen që çdo gjë të jetë e mirë organizuar që kurdo që vjen të ndjek një kurs anglisht me mua ta ketë të qartë që nga pagesa, që nga formati, që nga personi, që nga materialet që përdoren, që nga frekuenca, kohëzgjatja, sepse kurdo që është dhe më intereson dhe mua që të jetë në fund të ditës një student i imi, një klient i imi, dua që të jetë një person që të mos ndjek një kurs një muaj dhe të mos t'i duket gjëkundi as puna ime as puna e vet, edhe të ndjej sikur ka harxuar para të kohë. Kështu që për të gjitha gjërat janë të pasqyruara mirë dhe besoj se është zgjedhja më e mirë që kam bërë. Ariola, shumë faleminderit për fjalët e tua. Jam shumë e lumtur që të kam pjesë të platformave, për më tepër që ofron një shërbim të cilin gjuhën e huaj unë adhuroj anglishtën, është një ndër gjuhët e mia të para që e kam mësuar. Edhe them gjithmonë që gjithmonë jam me mendimin që njeriu, unë për vete kështu iki, nuk do t'i mjaftoj as jeta e tërë për të mësuar dhe për të shpenzuar për dijen. E them me bindje të plot sepse jam një person që sa herë që bëj diçka, për çdo gjë, për internship, për trajnime, për shkollime, mund të investoj 5 herë më shumë se sa mund të investoj për blerjen e një bluze. Kështu që mendja duhet të ndryshojë, them unë. Në Shqipëri duhet të ketë një reformë e madhe për të folur mbi biznesin, sepse ajo që po e shkatron biznesin online është pikërisht propagandat jo të duhura. Propagandat të cilat të bëjnë të mundur që ti të krijosh pritshmëri, dhe për sa i përket tani po kaloj pak nga ana e zhvillimit personal. Për sa i përket krijimit të pritshmërive, ti krijon pritshmëri që ky biznes për 2 muaj do fitoj milionat e lekëve, ndërkohë që ky biznes nuk i arrin dot ato milionat e lekëve, sepse ti si person nuk e njeh, meqense po hym në këtë muhabet, nuk njeh as klientin tënd potencial, nuk njeh as konkurrencën tënde, nuk njeh as një plan buxhetor që si mund të ecësh nga plani A dhe të kalosh te plani B, se s'ke lek mjaftueshëm se të kanë thënë që niset me zero investim, nuk ke as mendsinë e dur sepse tashmë je lodhur, sepse kanë kaluar 2 muaj dhe ti s'ke marrë asnjë klient, sepse tashmë ty puna online nuk është të shfaqur në realitetin e saj, që nuk është aq e thjeshtë sa pretendohet, dhe të gjitha këto faktor bëhen një mori faktorësh që mbi vendosen dhe ty të krijon atë fenomenin e famshëm që quhet heqje dorë dhe të thonit nuk mundem.
Prandaj vinë këto, nuk vinë thjesht vetëm nga një ditë, po vinë nga mungesa e çdo informacioni të mundshëm që ju keni. Nuk është e thjeshtë, sepse Angela e përmendi që ka hyrë inteligjenca artificiale, ne te pazari online e përdorim shumë inteligjencën artificiale, qoftë për të kërkuar për dhurata, e ka bërë një lloj nën kategorie Angela atje, te pazari, ja te Gift Idea, dhe mund të klikosh dhe mund të t'i japin pafund ide dhuratash për personat tuaj të dashur apo çfarëdo lloj gjëje që ju mund të kërkoni. Kështu që nuk është e thjeshtë. E them gjithmonë dhe e ritheksoj për t'ju mobilizuar, jo për t'u friksuar. Nuk është çështje friksimi, po është mobilizimi, sepse kur ndërmerr diçka, minimalisht që po harxhon, është koha që nuk do të kthehet më. Se ti nuk do jesh më 30, pas 5 vitesh do jesh 35, do jesh 40 dhe nuk do ta kesh më atë energji që ke tani. Çdo gjë vjen me kohën, por duke punuar mbi veten, sepse je ti shtylla kryesore e biznesit. Je ti ajo që po ndërton biznes, nuk po ndërton askush tjetër përveç se ty. Dhe ti përballesh për herë të parë me gjëra që nuk i njeh dhe ndoshta nuk i ke njohur, dhe ndoshta nuk e ditur për to dhe të duket shumë e vështirë për t'u updateuar me to. Kjo gjë unë e rrithem në çdo gjë, në çdo masterclass, në çdo trajnim, në çdo gjë që kam nisur, kam thënë që duhet bërë kështu edhe me Angelën. Duhet bërë një platformë e cila të lindi nga nevoja për të ndryshuar dhe për të sjellë një upgrade të madh në Shqipëri. Në Shqipërinë tonë të dashur, kur nuk njihet ende është e vështirë të njihet Google-i. Pra ku ende bizneset funksionojnë me miqt. Shko në Vlorë, kërkon apo në një vend tjetër, unë jam nga Vlora dhe kërkoja shërbime të ndryshme dhe duhet të merrja miq, pra të ndryshëm telefon për të kërkuar një shërbim, sepse nuk kishte vendosur shërbime të caktuara në zonën ku jetoja, nuk mund t'i gjeja dot. Shërbime fizioterapie, shërbime të ndryshme, klinika të ndryshme që unë kërkoja nuk gjendeshin, se nuk i njohin. Dhe kur nuk njihesh, nuk ke se si të vijaj klienti potencial. Është thënë më troç se kaq, domethënë nëse ti nuk njihesh, nuk ka një fytyrë që ty të njohë siç del në rrjetet sociale nuk del në të gjithë searchin ti del në disa persona që ndoshta konvenojnë edhe me pjesën tënde të llogarive që ndjekin, por nuk të njohin shumica, kështu që në Google të gjithë googlojnë, sidomos shqiptarët, ne shqiptarët që jetojmë në Europë, sepse jemi mësuar që për çdo gjë kërkojmë në Google. Sidomos ne, dhe këtej në Europë janë 20 milion shqiptar, jo vetëm në Europë, dhe në vende tjera, në Amerikë, Australi, kështu me radhë. Janë 20 milion shqiptar, kështu që aty 2 milion keni, 20 i keni këtej. Dhe imagjino se sa shumë mund të merrni në botën online me një llogari, sa unë jam njeriu i shifrave. Me një llogari shumë të thjeshtë juve mundet të merrni pafund klient, por ju nuk dini se si të bëni. Dhe kur nuk dihet se si të bëhet një gjë, normalisht do gabohet. Dhe suksesi nuk është thjesht një destinacion, por është një udhëtim. Dhe këtë fiksojeni. Nuk është thjesht vetëm një stacion treni, por është një udhëtim i gjatë që kërkon shumë forcë, që kërkon shumë guxim, që kërkon investim dhe kërkon një bindje të vazhdueshme që ti do ta çosh deri në fund atë gjë që ke nisur. Po bëja pak zhvillim personal tani. Nuk janë të ndara me thik ato, si ndan dot, kështu që nuk janë. Mendësia e biznesit duhet të ecë paralelisht me zhvillimin personal. Ariola, shumë faleminderit të dashur për prezencën tënde. Kemi dhe Kristin këtu, Kriseltën, se unë jam mësuar që ti thras Kristi. Kristi për Kristi. Kriselta, si të kam, si je? Mi mbrëma vajza. Mi mbrëma. Faleminderit për ftesën. Mi mbrëma Anxhi, Kristi, Ariola. Po, unë bëra 10 pjesë këtyre dy platformave. Normalisht ishin njërsi për mua si formë marketingu, por që rezultojnë në mënyrë shumë pozitive. Me Kristin jemi njohur rastësisht në mënyrë virtuale, por që kemi pas një impact, një connection që në fillim, se me çfarë kemi kuptuar, kemi goxha gjërat përbashkëta, përveç emrit, edhe pata besimin tek aftësitë e saj dhe tek mënyra se si menaxhonte, kështu që nuk është se hezitova për të bërë pjesë. Më ka rezultuar goxha shfrytëdhënëse. Unë them që në muajin e parë më kanë thënë persona që më kanë parë nëpërmjet platformave dhe që kanë googulluar dhe i ka dalë emri im, sepse shpesh i pyesja thjesht për kuriozitet që nga më keni gjetur, ku keni parë për post të Instagramit, më momentin që nuk i kisha hapur akoma platformat të tjera.
E thonë të kam gjetur në Google, kërkova në Google dhe më dilte emri juaj. Dhe ishte një plus për mua që dhe besueshmëria, kredibiliteti u bë akoma më i madh te kjo pjesa dhe normalisht pothuajse një vit u bë Kris, mos gaboj? Po, një vit Programa- kaloi, po. Po. Dhe siç tha dhe Ariola, e mbështes mendimin për sa i përket pjesës së informacioneve që janë dhënë të detajuara për sa i përket programeve që ofrojnë secili nga kurset tona, është fiks një formë webi i strukturuar dhe i mirë menaxhuar sepse përmban çdo lloj informacioni të caktuar mbi personin, programin, pagesat dhe programet e ndryshme që janë ndarë me pika ashtu siç ne i kemi komunikuar Anxhit në këtë rast dhe normalisht që jeni treguar mjaft dashamirëse në mënyrën e strukturuar dhe në gjërat e tjera keni pasur durimin për të bërë gjërat. Kështu unë personalisht jam goxha e kënaqur, ndjek edhe trajnimin tënd, siç e ndjek dhe Ariola dhe Power of Mind 2. Normalisht ne sapo diskutuam dhe ju vajza thatë që këto gjëra janë të lidhura gjithë me njëra tjetrën, pra fillon çdo gjë nga mindseti, sepse të arrish të japësh mësim, sepse dhënia e dijes është një fuqi dhe një forcë. Mësues jemi të gjithë në forma të ndryshme, përpos profesionit tonë që kemi dhe ti Kris dhe Anxhi në fushën e vet, por që gjithsesi kush ka një mindset pozitiv dhe të zgjeruar arrin që të ketë rezultate ose të arrijë qëllimet e veta në një formë ose tjetër, sado që të vështira ose pengesa që mund të hasi rrugës. Është shumë e vërtet kjo pjesë. E për më tepër dija vërtet unë kam njohur shumë persona në jetën time që mund të kenë një bagazh shumë të madh dije, domethënë, por nuk ka mënyrë se si e transmetojnë. Mënyra është shumë vulgare. Një mënyrë që ne na karakterizon si shqiptar për shkak të historisë tonë është një agresivitet kaq i madh dhe një zili ose një mllef i brendshëm që njerëzit nuk janë të trajtuar mirë nga pjesa inorit e brendshme e tyre. Dhe këtë e shprehin në forma nga më të ndryshme. Nuk mund ta konceptoj dot që një mësues qoftë një mentor apo një mësues që po edukon persona, të mundet të jetë një njeri që mos të di të komunikojë. Njerëzit në rrjetet sociale kur hapin, unë i kam testuar vetë biznese, 200 biznese. Dhe i kam nxjerr me screenshot në Instagramin tim në shumicën e rasteve. Njerëzit nuk kthejnë dot një përgjigje minimalisht dhe kur ndjek një produkt, nuk kthejnë dhe kjo është gjëja për shkakun që unë ju thash, orderi ju vjen juve, ju e ndiqni vet produktin tuaj, atë që tha dhe Anxhi. Ju orderin e shikoni me sy ku është produkti juaj. Ndërsa në rrjetet sociale ti blen një produkt, kërkon që ky produkt të vijë, ky produkt ose vjen i dëmtuar ose vjen i prishur dhe askush nuk ban përgjegjësi. Dhe mënyrat e pagesës pastaj, kur ti i thua që mund ta paguaj me PayPal, mund ta paguaj me transferencë, mund ta paguaj, ajo s'ka asnjë lloj forme përveç se MoneyGram, ndërkohë që të dërgosh këtu nga Europa, supozojmë 15 euro, të mbahen 10 euro komision. Dhe ti thua, unë kam llogari në Shqipëri, po të bëj transferencë, jo thot, nuk kam llogari dhe nuk më intereson kjo formë, kam vetëm këtë formë, po desh e blije, po desh e mos e bli. Jam shumë dakord që ti të jesh, por më tepër lija të kuptoj personit që, shiko, unë këtë formë kam, nuk di forma të tjera, ndoshta edhe të ndihmon dikush, se sa të tregosh në atë lloj mënyre aq arrogante, dhe për më tepër që ke hapur një biznes online. Prandaj them që thelbi atë që tha Kristi, thelbi qëndron pikërisht te mindseti. Shumë persona sot që funksionojnë në rrjetet sociale nuk kanë klient dhe nuk kanë arritje të duhura sepse ju mungojnë aftësitë e tyre personale. I kanë me pakic. Duhet të zhvillohen dhe nuk ka asnjë gjë që të zhvillohesh. Problemi dhe ngërçimi i madh joni janë justifikimet. Ato nuk na lënë ne që të zhvillohemi. Kështu që çdo person që justifikohet mund ta mirëkuptoj në 1 milion forma, ama në formën e 2025-s nuk mund ta mirëkuptoj kur thonë që jam zhgënjur dhe mund të zhgënjem sërish. Jo, ti mund të zhgënjesh sërish nëse vërtet do lejosh ti, por ti nëse vetet e Kristit, e dikush tjetër ose të Anxhela dhe i kërkon një seancë individuale për të parë se çka ka bërë kjo Kristiana dhe kjo Anxhela,
në gjithë të rrugëtimin e tyre, çfarë ka ngritur dhe si funksionon, do kuptosh më së miri. Edhe nëse nuk di nga platformat, më mirë kërkon ndihmë dhe thuaj, nuk e kuptoj fare këtë që the ti sot, po fare Angela. Lutem, mund të më shpjegosh edhe një herë si funksionon? Dhe do ta gjej 10 minuta Angela nga mënyra se si ti ju drejtove që do ta japi një shpjegim, qoftë me voice, qoftë me shkrim, që kjo platformë funksionon kështu. Dhe e ardhmja është kështu. Në 5 vite pas rrënjës së pandemisë ndryshoi kaq shumë. Imagjino dhe 5 vite të tjera, nga 2025 në 2030 do jemi sërish së bashku dhe do shikojmë se sa ndryshe do jemi dhe ku do kemi arritur. Ndërkohë që ti je ende te fakti që s'di të blesh me kartë. Është e trisht, por është e vërtet. Unë preferoj t'i them të vërtetat, kështu siç janë, pa i zbukuruar. Ndoshta është një mënyrë e keqe, por është mënyra ime. Dhe preferoj të them kështu se unë, po e thash një gënjeshtër, truri im nuk e percepton dot që e ka thënë gënjeshtër, dhe pas 2 minutash unë do gënjej atë që kam thënë. Dhe haroj se çka kam thënë, se gënjeshtra kështu është në trurin e njeriu. Domethënë ata që e dinë që bëjnë mindset dhe spiritualizëm, e dinë shumë mirë këtë gjë që unë po them. Kështu që juve mendoni dhe reflektoni në lidhje me këtë gjë, nëse ju duket e vlefshme për bizneset tuaja, qoftë fillestare, qoftë në një stad ku jeni të caktuar të biznesit, që nuk e di për gocat pjesëmarrëse ku janë dhe nga do nisin, sepse kjo gjë është shumë e rëndësishme në një biznes, dhe në qoftë se plani juaj buxhetor, financiar është një plan i cili ja përballon 250 euro në vit, që sa i bie në muaj, që i bie gati 20 euro në muaj, mundet të jeni 20 euro në muaj, thonë më pak se 1 euro në ditë, domethënë më pak se një kafe në Shqipëri në ditë. Të kursyera, nëse është kështu për një reklamim biznesi të shop, planifiko në këtë rast. Nëse janë në këto, domethënë nëse këto llogari që ne i kemi bërë me Angelën, kemi bërë në ndihmën e bizneseve shqiptare, duke ditur që kanë ngërçe të ndryshme në shumicën e tyre. Nuk po flas për pjesën e pakicës, por pjesa e shumicës ka shumë ngërçe për sa i përket mënyrës së bërurit biznes. Nëse mund të shtoj diçka, është Anxhi, po, patjetër. Mirë se erdhe, dashur. Po, mirë se ju gjeta dhe faleminderit për ftesën. Çfarë mund të shtoja diçka dhe shumë e rëndësishme është që bizneseve më të vogla dhe atyre të mesme ju duhet së tepërmi. Përse? Sepse janë në fillimet e tyre dhe normalisht ju duhet një suport dhe menaxhim tamam strategjik që vetëm platforma juaj e bën. Përse? Së pari për të rritur dukshmërinë e biznesit të tyre, sepse bëhet më i lehtë për t'u gjetur dhe klientët që kërkojnë të shërbime, domethënë shërbimet ose produktet të ngjashme me ato që ofrojmë. Duke qenë se është një platformë mjaft e njohur, sepse dhe tani dhe në Shqipëri po bëhet shumë e njohur, ka një prani shumë të madhe online dhe pa pasur, domethënë biznesi arrin të ketë një prani shumë të madhe online pa pasur edhe një faqe, domethënë website të vetin. E kupton? Domethënë këtë kam arritur, unë kam qenë, nuk e di, ndoshta edhe përpara këtyre vajzave, që ju kam besuar dhe ke qenë njësoj me Gertën. Po, ke qenë njësoj në vitin 2023, para 2 viteve. Ke qenë njësoj me Gertën që janë antarësuar. Po, dhe shumë e kënaqur domethënë. Dhe kostoja ishte nuk zero pa përfillshme. E kupton, sepse në momentin që ti vendos që ta shikosh atë që ke ndërtuar tamam si një biznes, normalisht biznesi nuk funksionon pa një investim. Dhe ky është investimi më minimal që të sjellë dhe rritje goxha, domethënë të konsiderueshme. Çfarë do theksoja tjetër është që bizneseve të vogla dhe atyre të vogla dhe të mesme, sepse bizneset e mëdha deri diku janë të konsoliduara në një formë, e kanë një website ose diçka më tepër kanë investuar. Bizneset e vogla kanë nevojë për targetim të klientëve lokal. Anxhi, më fal që po të ndërry, dua të bëj një pyetje, duke qenë se ti je në pjesën e financës dhe unë e di si funksionon kjo pjesë për aq sa kam bërë, jo për pjesë kompetence. Por pse duhet, sepse një nga ngërçet më të mëdha di cila është te klientët që unë kam diskutuar, ka qenë fakti unë jam një biznes i vogël, nuk kam para. Po. Dhe domethënë në trajnimit unë i kam
thjeshtëzuar dhe e kam realizuar trajnimin që aktualisht po jap, duke filluar me një plan biznesi, sepse gabimi që bëjnë bizneset e vogla është që e fillojnë biznesin pa e patur ende një plan biznesi, si do zhvillohet ky. Domethënë, ka disa hapa biznesi që të ndërtohet. Fillon nga ideja, më pas gjetja dhe krijimi tamam i formës i një brendi, të cilin që duhet sigurisht që ta mendosh hap pas hapi, dhe një pjesë shumë të rëndësishme e zë dhe buxhetimi ose plani financiar. Si ke menduar çfarë do investosh te ky biznes? Vetëm të presësh të ardhura? Jo, normalisht nuk vjen ashtu. Dhe biznesi online normalisht do investim. Ku? Ja, në reklamime, do investim në optimizimin e SEO-s. Dhe kur je në fillimet e tua normalisht nuk i di të gjitha këto dhe është e pamundur që vetë ti bësh çdo gjë. Këtu fillon, domethënë. Pikërisht, mundësia aty fillon. Çfarë kanë vënë re, domethënë në bizneset e vogla shqiptare, është që kanë këtë maninë të bëri çdo gjë vetë dhe kërkojnë çdo gjë free. Po jo, çdo gjë, ajo gjëja që jepet falas është shumë përgjithshëm. Ti nuk mund të presësh të ndërtosh një website sepse dikush ka thënë që shiko se ky e ndërtohet dhe në WordPress free. Nuk ka shanse. Bizneset e mëdha, domethënë ata që kanë investuar në ndërtimet e website-et, vetëm shpajt ju kushton më shumë se 500 euro apo 700 euro, nuk e di, se kanë çmime të ndryshme. Dhe jo më, domethënë ky koncepti që çdo gjë mund ta bëj falas, jo nuk ka falas. Dhe mos llogaritja dhe mos përfilimi një plani biznesi ose një përfshirja e një buxheti domethënë të hollësishëm, ky është ngërçi më i madh i bizneseve. Unë e di si dua që ti pyes të gjithë personat që janë të pranishëm këtu, qoftë ata që kanë biznes apo qoftë ata që kanë një ide biznesi. Nëse juve do të donit të bënit një biznes online, edhe këtu në Spanjë ka një kompani, të cilën unë kam 5 vite që kam shkuar dhe kam marrë informime për të dhe jam pjesë e saj, quhet Aroda 12. Dhe jep një sasi të caktuar paraje, që shpresoj e kam dhënë dhe si ide në Shqipëri për të bërë për biznese, po se disa mund dhe ta aprovohet nga qeveria shqiptare. Idhet një sasi e caktuar monetare, për shembull, nëse ti ke një ide biznesi, unë nuk vjedh ide biznesi njërë, tek mua kanë vjedhur ide biznesi, nuk jam nga ato personat, por nëse ti ke X ide biznesi dhe nëse nuk e para fare, sepse gjithmonë kjo është pjesa, nuk kam para për të zhvilluar. Okej, nëse nuk e para, si mund ta ndërtosh biznesin? Kjo është për të bërë po ecë në këto ritme. Do hap rrjetin social, Instagramin. Instagrami nuk është thjesht hapja një llogarie. Pra, kjo është pak po e sigurt, nuk është thjesht hapja e llogarie. Si do ta mbash këtë Instagram? Çfarë do postosh? A ke një strategji marketimi për të postuar? Si do e krijosh kontentin? Kujt po i flet? Çfarë po përdor? Cilat janë ato hook, ato këshillat ose ato gjërat të cilat do e godasin klientin tënd për ta tërhequr që ai të bëhet pjesë e biznesit tënd. Çfarë po vendos? Si e po e krijon këtë brand? Si është bioja jote? Kujt po i flet? A ke një numër që do të kontaktojnë aty apo e ke të përgjithshëm? Pra, të gjitha këto nuk kanë lidhje vetëm me hapjen e një llogarie Instagrami. Kjo është vetëm A-ja e alfabetit. E një alfabeti që mbaron deri në Z. Story gjithashtu kanë inteligjencë artificiale në 2025 dhe kanë risi. Risit e Instagramit nuk kanë lidhje 2024 me 2025. Analiza që i bëhet një faqe e çdo gjë tjetër nuk kanë lidhje me hapjen thjesht me logimin në rrjetin social, por ka shumë më tepër se aq. Ka shumë më tepër se aq. Një informacion në të cilin ti që në momentin që po thua nuk kam para, për mua si person, si trajnere do të thoja prapsu, ktheu mbrapa, bëj disa punë, siguro para, mësohu të zhvillosh veten dhe pastaj nis diçka online. Sepse do të ishte më e fortë që ti ta mbaje këtë biznes për 2 vjet, 3 vjet dhe kot se ke një biznes aty dhe ai s'gjeneron asnjë të ardhur, sepse biznesi s'quhet i tillë nëse nuk gjeneron. Pra, ju duhet ta ndani biznesin me periudha.
3 mujore, në fillimet tuaja 1 mujore dhe duhet ta ndiqni në 3 muajt e parë, pastaj 6, pastaj 9, pastaj 12 ku bëhen dhe bilancet dhe shikohet sa janë kostot tuaja që e keni ngritur këtë biznes dhe sa janë fitimet tuaja. A keni dalë me humbje, a keni dalë me fitim? Asnjë nga këto unë nuk e kam parë që të bëhet një lloj trajnimi i mirëfillt që të flitet për këtë masterclassi i mirëfillt ndërto që të flitet për këto gjëra, thjesht po flitet që hapet dhe është një gjë thjesht për t'u hapur, por s'është e vërtetë. Pra, kjo gjëja lidhet shumë me pjesën se sa informacion mund të marrësh ti dhe çfarë ke ti në ide dhe në rrjedhojt asaj që po thoja ishte. Nëse juve ju jepet 120.000 euro një financim dhe ju thuhet që këto 120.000 euro brenda 5 viteve i keni pa kosto, pra pa kolateral, pra pa përqindje banke, investoje dhe pas 5 viteve unë i dua këto 120.000 euro. Pra, në këto 5 vite ti ke 5 vite kohë që ti marrësh këto 120.000 euro dhe ti hedhësh në ndërmarrjen tënde, në markën tënde, në brandin tënd, çfarë do ndërtonit ju? Ju gocat që kanë ndërtuar, okay, po ju gocat që s'keni ndërtuar, ç'a do ndërtonit juve? Ç'a do ndërtonit me këto lek? Nëse do e kishit këtë shumë monetare, nëse do ju vinte në ndim kjo shumë monetare, çfarë do ndërtonit juve me këto? Ka ndonjëra që ta thot një përgjigje të shpejtë? Dhe pse do e ndërtonte këtë gjë? Jam shumë kurioze. Një nga pyetjet që unë i bëra dikujt kur isha atje në çfarë do ndërtoje ti, meqense po e kërkon këto para dhe nuk ke para. Hajde se po t'i jap 120.000 euro dhe ndërtoje. Dhe si do ta mbaje këtë ritëm, sepse duhet i shlyje për 5 vite. Po pra, është pjesa tjetër që pastaj nuk do dinë se si ti menaxhojnë, jo, po janë shumë edhe do stepen domethënë nga shuma e parave. Janë shumë dhe nuk i menaxhoj dot, jo po s'më duhen aq mua. Do me thënë, kjo gjëja lidhet e gjitha me mindsetin, pra lidhet jemi gjithmonë në burimin kryesor. Pra ti mund t'i kesh dhe mund të fitosh llotari dhe 1 milion euro, siç ka ndodhur në Amerikë që i kanë rënë rasteve të ndryshme. Aman ai siç i ka marrë, i ka vajtur, i ka hedhur në një vestë të tillë dhe i ka harxuar brenda ditës. Këtu ndodh që ti mund t'i kesh ato 120.000 euro, por ti vlera monetare, që është kjo gjithmonë që shfryhet dhe është justifikimi i parë që ju s'ke para. Pastaj është pjesa e kohës, që mendoj dhe ky është një justifikim se unë jam nën me biznese dhe me shumë problematika të tjera dhe vetme dhe çdo gjë tjetër që nuk justifikohet as kjo pjesë. Por pjesa e të bërurit marketing dhe të bërurit biznes duhet të nisi nga diçka dhe nëse është një gjë që ju jepet juve, ju jepet gati, është pikërisht reklamimi në platformë, se ju s'keni nevojë fare të bëni asnjë gjë. Thjesht juve sillni produktet, sillni pra thën troç, sillni shërbimet tuaja dhe i ndërtojmë ne pa merak. Por juve sillni në mënyrë të detajuar çfarë ofroni, pra çfarë bëni ju konkretisht. Ka biznese që ende nuk dinë se çfarë ofrojnë dhe çfarë bëjnë. Pra çfarë bëni ju, ne i ndërtojmë ato në platformë dhe juve ju vin klient nëpërmjet atyre që Angela është një inxhiniere informatike dhe stadi i Angelës në një inxhiniere informatike me mënyrat si bën nuk mund të krahasohet me shumicën e personave që sapo kanë hyrë në rrjetet sociale dhe zhvillohen si profesionist, sepse është një shkollë e tërë dhe unë e njoh atë shkollë se kam tim vlla që është inxhinier informatike dhe e njoh shumë mirë në detaje se çfarë shkolle është. Kështu që personat duhet edhe pak të jenë open-minded të mund që kujt po i flasin dhe të shikoj njerë ky person që po flet, çka ka bërë për vete, çka ka arritur. Sa unë kështu e shikoj, nëse unë blejt e dikush, të shkoj do blejt e do them çfarë ka arritur. Ama nëse ky person më zhgënjen, dijeni që unë kur dhe asnjëherë në botë atij personi nuk i vete mbrapa, për asnjë motiv në jetë. Për asnjë motiv, kushdo që mund të jetë ai person, kushdo që mund të jetë, nëse më ka zhgënjur një herë, unë atë person në çdo lloj gjëje time do t'ja nxjerr ato që ka bërë, sepse është një gjë e pavërtetë që ka bërë. Pra, shoqëria zhvillohet dhe emancipohet kur thuhen të vërtetat, jo kur fshehen që u dogja unë me kaq lek, haj se po djeg dhe Griseldën dhe Angelën dhe të tjerat me radhë, sepse për inat. Nuk funksionon kështu. Nuk funksionon. Duhet të ketë një lloj socializimi, një socializim që mungon shumë në rrjetet në bizneset shqiptare dhe në rrjetet sociale aktualisht që po punohet, sepse kjo vjen nga një mungesë e theksuar e zhvillimit të tyre. E cek gjithmonë këtë pjesë. Njeriu mund të eci gjatë, them unë, në sukses, dhe çdo gjë në sukses ka lidhje me dështimet të cilat merrin si mësim. Nga çdo person apo nga çdo lloj gjëje ju mund të dështoni, ama nuk
është pjesa e dështimit, pjesë faji për të mos arritur qëllimet tuaja dhe për të mos arritur objektivat tuaja. Këtë ju a them me sinqeriteti më të madh, duke qenë se jo vetëm në këto vite të punës online, por edhe në vitet e mia të punës, unë kam nisur punë shumë herët në jetën time, që 17 vjeç, dhe nuk kam turp ta them që kam nisur për shkak të kushteve ekonomike, mungesës së parave, që më duheshin që të vazhdoja të shkollohesha, dhe kjo gjë nuk më ka ndaluar dhe të bëja 3 punë ndërkohë që të mësoja dhe dilja me rezultate të shkëlqyera. Dhe nuk jam justifikuar ndonjëherë dhe nuk i kam kërkuar kujt asnjëherë njeriu diçka falas. Madje dhe në studentët e mia, Xhela e di shumë mirë, dhe çdo person tjetër që më rrethon, unë i kam bler dhe nuk kam pranuar kurrë që të marr gjëra falas. Nuk kam pranuar kur që të marrë gjëra falas. Kështu që personat, kur mendojnë për të marrë gjëra falas, duhet kuptojnë që çfarë jep ti falas për mua. Kjo është pyetja më e madhe që unë ju bëj. Kur kërkojnë falas, çfarë ofron ti falas për mua? Se po ta ofroj unë falas diçka, por ti në këmbin çfarë më ofron? Kjo është bota e globalizmit. Kjo është bota në të cilën e jeton, e komercit. Pra, çfarë jep për të dhënë? Pra, nëse ti mua më beson, suksesin do ta kesh. Ja ku janë pjesëmarrëse gocat të cilat janë dhe kanë qenë pjesë e platformave tona. Unë e kam një dëshmi suksesi, është një gjë e re që po sjellim në Shqipëri, një gjë e panjohur, po njihet tani sepse për shkak të shumë faktorëve që unë i përmenda, ama unë po të sjell sukses dhe po të arris faqen tënde dhe po të sjell klientët e tu, ti po më paguan. Dhe kjo është një marrëdhënie merr-jep. Kjo është koncepti i biznesit. Do të japësh pa të marrësh, ndryshe. Ky është një koncept biznesi. Goca, keni ndonjë pyetje tjetër? Anxhi, ke ndonjë gjë për të shtuar në lidhje me platformën, në lidhje sidomos me Shop Planifiko, nëse është e qartë, nëse do duhet diçka, unë do ta vendos sërish edhe në storyn tim se si mund të hapni një Shop Planifiko për persona që duan gjithmonë pasi kanë dëgjuar këtë masterclass. Kristi do të shtoj edhe diçka te Shop Planifiko, pra, te pjesa e dyqanit, për çdo që do bëhet shitës. Këtu pra kanë mundësinë edhe që të mund të tërheqin direkt shitjet e tyre, pra çdo gjë është për transparencë nga ana jon, përshën se nuk ndryjmë te pjesa e shitjeve, pra për çdo shitje produkti, për çdo pjesë të fitimit të tyre janë në gjendje që t'i bëjnë withdraw ose t'i tërheqin lekët e tyre në adresën e vet të PayPal-it, pra. Kushdo që do bëhet shitës e Shop Planifiko. Anxhi, një gjë, do të regjistrohen me adresë PayPal-i apo do të regjistrohen me të dhënat e kartës për të marrë parat? Jo, me adresë PayPal-i është momentalisht e mundur, mbase në të ardhmen mund të jetë disponueshme edhe tërheqja me kartë, por e kam menduar më mirë me PayPal Kristi, duke qenë se kjo pjesa e kartës i tremb pak të themi shqiptarët, duke qenë se do duket sikur ju vjedhin të dhënat apo nuk ekziston asgjë e tillë në platformat tona. E di cili është problemi që mendoj Anxhi, që shumica e personave nuk dinë të hapin një PayPal. Atëherë do t'ju bëjmë një tutorial për këtë. Unë jam shumë e sigurt për këtë, prandaj ta them, në shumë persona që kam dëgjuar, po e them si një person jashtëm, jo si Kristi tani, që shumë persona nuk dinë të hapin dhe të aksesojnë një, po ne që nuk kemi PayPal. Një PayPal. Okej, atëherë do duhet që të bëjmë një tutorial për PayPal ose do shtojmë dhe mundësinë e lidhjes me kartë dhe të mund të zgjerin pastaj. Jo, do ishte diçka që persona që do të duan që ta antarëson, sepse ne kështu pastaj shpërndajmë energjinë tonë në çdo gjë. Që do duan ta antarëson, do ta mësojnë dhe pjesën e PayPal-it. Që paktën për personat që nuk ju intereson këtë gjë, ndoshta nuk ju duhet, por për personat që do antarësohen për pjesën e aksesimit të PayPal-it, ne do t'ju ofrojmë. Unë kam një tutorial për këtë, për mënyrën pra se si japet një PayPal biznesi, si bëhet lidhja me llogarinë bankare, që tërheqin fitimet dhe pra nuk është e komplikuar. Jo, nuk është. Po. Shumë përmes PayPal-it, thot Gerta. Gerta, mund të flasësh e dashur? Të kemi lënë në fund, por jo pa rëndësi. Po, dëgjoja me shumë mendje dhe me shumë kujdes. Gerta, mirë broma, kënaqësi që të kam këtu. Më dëgjoni, besoj? Po, të dëgjojmë. Ju dëgjoja me shumë kujdes dhe pari dua që t'ju përgëzoj për këtë punë kaq të madhe. Në fund kemi qenë vërtet në fakt që ta dëgjoni në këtë lloj mënyre siç po e shpjegoni sot,
Unë kam qenë para një vit, 2 vitesh tamam, por që para një viti ne shkëputëm për pak, tamam për pak, sepse unë do rikthehem përsëri siç edhe shkruajt edhe pak më përpara, për shkak të shumë impenjimeve të mia dhe disa fokuse të tjera, të cilat nuk ishin promovimi i punës që unë bëj, sepse ju e dini që në faqen time të Instagramit Jeta Receta Baby promovohet shumë shumë, do të thënë çfarë unë ofroj dhe çfarë bëj, por kapaciteti im për të përballuar gjithë atë fluks, domethënë, ishte për momentin të bëj bëri në pauzë, për shkak edhe të shumë investimeve dhe të shumë produkteve të reja që unë kam sjellë dhe kam shtuar në faqen time. Pra nuk është një kohë pauze që unë shkëputa, por ishte investimi në veten dhe për të rritur unë dje, por edhe në produkte dhe në mirë mbajtjen e gjithçka që po bëj. Por duke parë këtë lloj pune që ju ofroni, këtë lloj shërbime që ju ofroni, për një person që ka një biznes ku i ka produktet, shërbimet, të cilat do vetëm të sjellin një platformë siç ju realisht e keni ndërtuar tashmë, për mua është një lehtësim shumë i madh, mund ta them kështu, dhe është një ndihmë shumë e madhe që unë ndoshta të reduktoj totalisht dhe pjesëmarrjen time në Instagram, që ndoshta aty harxoj kohën më të madhe. Ndërkohë që kjo është një mënyrë shumë e mirë pasive për mua, si për biznesin tim, për të gjeneruar domethënë dhe të shitur formimet e mia, e-booksat e mi, por dhe librin tim fizik, që në fakt ky është fokusi kryesisht i këtij viti. Librin e parë fizik për ushqyerjen e fëmijëve, për një metodë të re, për ta promovuar si gjithmonë që dua të sjell inovacion në mënyrën e Edhe e ke bërë në mënyrë më të mirë të mundshme. Dhe të jenë një nga ato që e ke Unë e kam bler edhe e ke bërë. A një gjë që është e vërtet, jam shumë krenare për çdo gjë që ti ke bërë, realisht, dhe është një punë e jashtëzakonshme. Më lejo ta them që realisht me punën që ti bën, mua më ka lidhur realisht besimi që unë kisha tek ty dhe gjithë komunikimit, por duke parë dhe realisht punën që ke bërë edhe gjatë kohës që isha abonuar, domethënë për të promovuar dhe ka pasur një boom, dhe siç edhe e shkruajta, dhe kjo është shumë e vërtetë, por për shkak të kapacitetit tim dhe punë dhe fokusit, më desh të bëja këtë pauzë, që të rikthehem përsëri dhe faleminderit që më ftove sot për ta dëgjuar dhe parë gjithçka me sy dhe vesh të mi, dhe të bëjmë pjesë. Jo vetëm për të marrur atë benefitin siç edhe kam në atë dy anët e duket e dy anshme, por edhe për të mbështetur dhe njëra tjetrën, sepse këto iniciativash janë shumë të rëndësishme. Ne jemi granë të angazhuara, jemi nëna, jemi të impenjuara, dhe imagjinoni se sa ne do t'ia lehtësonim jetën njëra tjetrës, pikërisht të mbështetur edhe iniciativa të tilla që sigurisht për të bërë një punë e mirë dhe për të rritur, do të nisur nga diku. Dhe ju e keni nisur dhe unë ju uroj shumë sukses në vazhdim dhe mua patjetër do më keni të ndërtuar. Faleminderit shumë e dashur, është një gjë shumë e bukur që mua më gëzon fakti kur mbështetemi nga njëra tjetra dhe për më tepër forca më e madhe e njerëzit është në të qenurit transparent, do thoja unë, dhe të qenurit vetvetja dhe empatik. Unë jam një njeri empatik që mbështes dhe një nga gjërat më të mëdha që kam nisur për të punuar online ka qenë që unë t'i mbështes të gjithë personat të cilët janë pjesë tani më e familjes time të dytë pas familjes me fëmijët e mi që është biznesi, dhe unë e konsideroj të tillë, dhe çdo person që është pjesë e kësaj familje unë e mbështes dhe e respektoj. Dhe jam shumë krenare për arritjet e çdo njërës nga ju sot këtu, jo vetëm si pjesëmarrëse në platformat e mia, po dhe për te asaj që ne njihemi së bashku, për çdo gjë që them, dhe nuk është thjesht vetëm fasad, por është një vërtet që e ndjej dhe është një energji që përcillet tek unë. Është një gjë që unë e ndjej në mishk kur dua që ta brohoras suksesin e dikujt dhe meritat që ai person bën, sepse është një punë kolosale që ne kemi ndërtuar në gjithë këto vite dhe janë ne të pagjumë, të cilat i kemi sakrifikuar për t'ju ardhur në ndihmë çdo personi. Dhe suksesi nuk është që bëhet nga sot nesër. Është një punë e tërë prej vitesh dhe është një angazhim i tërë prej vitesh dhe një investim monetar dhe kohor.
në çdo aspekt të kësaj gjëje që unë thash. Nuk vjen nga sot nesër. Dhe aq më tepër tek ne shqiptarët që jemi rritur me një standard të thoja, sepse shumë pak familje kanë qenë të favorizuara dhe kanë pasur para dhe trashëgimi. Ndërkohë që ne jemi dashur të bëhemi dhe të mbijetojmë në një vend dhe më pas dhe në Europë, që është akoma më vështirë, që të mbijetojmë dhe të vijmë në një formë të tillë për të mobilizuar dhe për të edukuar për një ritëm dhe për një ndryshim drastik të kohës që do vi dhe ka ardhur dhe do jetë akoma më i theksuar në vitet që do vijmë. Dhe ku çdo dyqan fizik me keqardhje më të madhe ka filluar dhe po ndjen ndrisërimat e rënjes së tyre, sepse po lulëzon pafund biznesi online. Unë pak do të theksoj dhe diçka tjetër Kristi, sepse unë ka 6 vite që investoj në këtë fushën e nutricionit pediatrik për bebet dhe fëmijët. Edhe pse kam website-in tim, edhe pse kam persona që më ndihmon, sepse sigurisht punët nuk bëhen të vetëm, të gjitha. Kështu që me bashkëpunim çdo gjë mund të arrijë, por unë mendoj dhe shikoj domethënë që motor të tjerë kërkimi dhe suporti, siç është platforma të tilla, domethënë ku ti ato produkte që unë mund të kem shumë mirë dhe në website-in tim, por jo, sepse nuk e kuptoj dhe shumë mirë se anën teknike që Angji mund ta kuptoj dhe di shumë mirë se si mund të bëhet evidente që në momentin ku kërkosh në fjalë kyçe për shembull një kurs nutricioni apo një ushqyerje baby led weaning apo një kurs trajnimi të ushqyerje me radhë, fakti që ekzistojnë dhe janë të ndërtuara platforma të tilla që vijnë si suport, janë jo vetë se shtesë dhe përfituese dhe mbështetëse, por njëkohësisht operojnë në një shkallë më të gjerë tek ajo audiencë që unë e kam të ndërtuar, që një person të gjej shërbimet e mia në faqen time, në radhë të parë do të ketë një kohë të caktuar që të më ketë ndjekur, që të kuptoj se çfarë unë realisht ofroj, të krijoj besimin, të lidhet me mua si person që të marrë besimin për të blerë një produkt ose për të marrë një shërbim, ku ndërkohë ti ke dyqanin, e shkon e çon te vitrina dhe ai person ose klient potencial që është interesuar për atë produkt, mjafton të hufuz motorët e kërkimit dhe i del aty në listën se çfarë ai kërkon. Nuk ka nevojë domethënë pjesa e të lidhurit me klientin sigurisht është shumë e rëndësishme, por kur ti edhe një biznes që sigurisht kërkon të kesh edhe një përfitim nga ajo çka ti jep dhe ofron, kjo është një motor shumë i mirë mbështetës dhe rritës në biznesin dhe të ardhurat e tua. Edhe sa bukur që e cekë këtë pjesë, sepse është ajo që unë shpjegova në fillim që çdo biznesi në fillim i duhet një kohë eksperimenti dhe është pikërisht kjo kohë që ti ceke dhe që unë e thash që është një kohë në të cilën ai duhet të njohë ty dhe të faktoj se kush je dhe çfarë bën ti, ndërkohë që në një dyqan i kanë gati dhe s'ka nevojë të pyesi 10 herë në DM, po më trego se më fakto punën tënde në çfarë orare je disponueshme dhe ndërkohë aty e blen, sepse ashtu është emocioni, ti e kërkon një gjë, shkurton kohën tënde dhe ti thua më duhet kjo dhe më duhet tani, nuk do rri të pyes se ikën dhe dëshira në atë lloj mënyre për të mbajtur gjatë një bisedë, do thoja unë në DM, kur të dy palët mund të mos jenë koherente në kohë për t'u kthyer përgjigje njëra tjetrës. Dhe kjo është një nga mënyrat më të mira për reklamimin e bizneseve tuaja, duke shmangur çfarë do lloj gjëje tjetër që mund të dëgjoni në rrjetet sociale, sepse do të paralizoja me një shembull. Është njësoj sikur unë jam një dyqan në bulevardin Lorskel, ndërkohë platforma jote është një shopping center që ti shkon aty dhe i ke të gjitha se çfarë të duhen dhe në klodhesh të vish nga një anë e Vlorës në anën tjetër për gjetur një dyqan që ti ke. Është një paralelizëm shumë i bukur. Po pra, mund ta kuptojmë shumë më qartë se sa lehtësi dhe se sa sigurisht shërbim më të mirë që janë të klientit, por që dhe personat që janë pjesë e kësaj platforme përfitojnë në mënyrë të brendshme, të brendshme. Po, kanë marrëdhëniet e secilës palë janë me fitim.
Dhe për më tepër që biznesit i vjen shumë në ndihmë. Biznesit sot, më shumë se kur do thoja në biznesit online, do t'i vjen shumë në ndihmë kjo lloj risie që ne kemi sjell dhe që ka ardhur momenti që ne t'i japim zë kësaj lloj risie, pas një pune kaq të madhe 3 vjeçare, që nga viti 2022 për herë të parë që i kemi ngritur këto platforma e deri më tani. Dhe unë jam e lumtur për punën që kemi bërë, për guximin, për investimin, për kohën, për durimin, edhe për gjetjen, sepse është shumë e rëndësishme. Unë e them gjithmonë, vetëm mund t'ja dalësh, por me njerëzit e duhur fluturon. Që gjithmonë e them këtë gjë dhe e mbështes fort, sepse për mua kështu ka qenë. Unë kam pas fatin edhe në punët që kam pasur, që në periudhat e mia jam ndjekur gjithmonë nga njerëz me vizion. Dhe gjithmonë e kam parë këtë aspektin e vizionit e dikush si një gjë shumë të rëndësishme për të arritur gjëra. Pra, nëse ti mund të ecësh vetëm, ecën, por do biesh, do rrëzohesh me njeriun e duhur në çfarë do lloj marrëdhënie, jo vetëm në biznes. Në çfarë do lloj marrëdhënie sot po prishen sepse nuk ka një harmoni midis palëve. Jo vetëm në biznes, por edhe në marrëdhëniet familjare, shoqërore, në çfarë do lloj marrëdhënie, njerëzit nuk e gjejnë dot të mesin e artë të mund për të ecur përpara, sepse ju mungojnë shumë gjëra dhe ato gjëra nxirren në pa, ndërkohë që në këtë pjesë njeriu duhet ta fuqizojë veten për të parë larg, me një vizion bord shumë të madh, do thoja unë, se nëse nuk e ke, do duhet ta mësosh. Janë në fakt vajzat që kanë promovuar produktet siç ishte Ariola, vajza me kurse private. I pasën shumë vëmendje në fakt dhe më pëlqeu sepse unë për shembull dua e zëm të perfeksionoj nivelin tim të anglisht që e kam haruar tani se jo në fokusuar te gjua që vendi që jetoj. Dhe ishin shumë mirë të detajuara, po zjatja, niveli, çfarë përfshin, materialet që aty bashkë me kursin. Do thënë, është pikërisht ajo që unë ofroj në trajnimet e mia, por në një sigurisht në fushë tjetër, por që duke i nënvizuar të gjitha pikat ku një nën në këtë rast ose një prim i lexon dhe nuk ka nevojë që pse t'ia sqarosh në 100 mesazhe, kur ta ke lexon dhe blen produktin si një dyqan që e fut në shport edhe shton tek asa e paguan. Që të gëzime. Dohet të cekja dhe Angela Lita që pret të pak pjesën e planit të biznesit. Në fakt, si mundet një biznes të operojë nëse nuk ka një plan biznesi, edhe pse unë kam shumë kohë që e kam bërë plan e biznesit tim, ndoshta duhet të kaloj në një fushë tjetër, jo në një nivel tjetër tashmë, se mbase nuk quhet dhe biznesi i vogël mund të jetë i mesëm ose nuk e di se si mund të kategorizohet. Por që e mbjeva të nevojshme dhe më erdhi si një zile që prit se mendojmë gjithmonë të i japim, të ofrojmë, të japim shërbime, të detajojmë, të bëjmë postime, të gjitha, por ajo pjesë më të rëndësishme ana financiare që llogaritim. Dhe ku do mbrim, ku do shkojmë. Unë do shtoja që një gjë shumë më e mirë e këtyre e platformave është që sepse të gjithë bizneset kërkojnë reklamim të lirë, me kosto shumë të ulta. Ja, ky është. Nuk ka kosto më të ulta, reklamim më të mirë dhe në krahasim domethënë me gjithë metodat tradicionale të marketingut, dhe do thoja është opsioni më i shkëlqyer për bizneset e vogla dhe me ato që kanë një buxhet të kufizuar, do thoja, për reklamim, sepse bizneset zakonisht nuk mbajnë fare buxhet për reklamim. Po shumë që kam pyetur edhe në për Google Form që kam shpërndar me disa biznese, ju kam thënë që a bëni ju një plan biznesi, cili është buxheti që ju planifikoni, domethënë për të pasur në muaj ose për sponsorizimet. Dhe shumica janë pyetur që janë përgjigjur që jo, nuk e kemi, nuk kemi fare njohuri se si funksionon ky buxhetimi dhe thjesht ato sponsorizimet i kanë kështu. Është një festë tani, për shembull, para që ishin festat e 8 marsit, dhe 7 marsit, direkt boost, hidh lek. Po prit, çfarë po pret? Audiencën, a e ke të kufizuar, ku po i hedh këto para, si do t'i shpërndash këto para? Po thjesht bëj boost kot. Dhe në fund nuk i mbledhin dot. Shkoi 35 euro për 5 ditë ose 6 ditë. Po, edhe më shumë, edhe më shumë.
ka pasur raste domethënë që ma kanë kërkuar dhe bizneseve që të lutem ma bëj boost. S'ka rëndësi, bëj $10 dhe brenda ditës i ikte $25. E kupton, i thosha që ai kupton se çfarë po bën. Domethënë, dhe kur të njëjtët biznese, kur në fillimet, domethënë që sa po u lançua, planifiko, unë ja kam propozuar, ja kam sqaruar që shiko sepse kjo platforma është më me leverdi se sa buset që po bën ti, që i bën në moment dhe normalisht të sjell një audiencë, domethënë e shpërndan atë boostin edhe në audiencë që nuk ka fare lidhje me atë, nuk është fare klienti yt. Thjesht ato lek ikin kot. Dhe më me leverdi ke këtë. Ju thosha, jo po, ja se janë $25 në muaj, po ti po i harxhon në ditë. $25 po i harxhon në ditë, a e bën llogarisat shkon. Dhe rinin, oj, po jo se ka më shumë leverdi kjo. Domethënë, nuk e di, ka një Jo, ikën ideja e kësaj është këtu. llogaritje, nuk llogaritje. Ideja është që ikin me pjesën e propagandës që bëhet, sepse thash, propaganda dhe fushatat marketuese në shkollë që ne kemi bërë këtu si fluska sapun janë ato që të rreshin dhe impaktojnë më shumë, emocionojnë. Nëse unë do them sot, për shembull, supozojmë, trajnimi Amazon Affiliate nga €5.500 dhe te €250, ty të lind një klik dhe thua, pse mos ta marr unë? Dikush tjetër para meje pas ka marr 5.500, unë po kursej tani më lek dhe po vete ta marr te Kristi. Kjo është një klik i madh që shumica e personave shkojnë direkt e blejnë të trajnim, por nuk din se çfarë ka brenda ky trajnim. Sepse në rrjetet sociale që më kanë ndodhur dhe mua që më kanë pyetur, edhe i kam thënë, a është ky trajnim në website? Po, është dhe në website-in tim. Dhe kur ja tregon në website dhe e shikoj dhe në website dhe për më tepër të pyesin persona që s'ja kanë iden fare se çfarë është website-i, thjesht kanë dëgjuar. Dhe i kam thënë, po, është edhe në website, mund ta shikosh dhe të detajuar në website dhe pastaj i thonë, okay, në rregull, se thjesht doja ta shikoja këtë pjesë që a ishte apo jo. Nuk është ky lloj, se ky klient që ty, pra biznesi duhet të kuptojë edhe këtë gjë. Ky klient që ty po të merr gjithë këto kohë duke i kthyer përgjigje këtij personi dhe në fund ai kuptohet se një njeri i interesuar thot, un kam parë trajnimin tënd dhe dua ta blej. Mund të më thuash kur zhvillohet, sepse mund të kem paqartësi. Ndërkohë që këtu me çdo lloj gjë të detajuar nuk ka nevojë që ty të vinë të pyesin dhe në fund të thonë jo. Se është një zhgënjim aq i madh për kohën që ti ke bërë në pendesën tënde dhe në brendsinë tënde të shfaqet një lloj forme inati dhe kjo njihet botërisht jo në personat si ne, por në çdo lloj edhe personat që janë trajnerë ndërkombëtarë kanë këtë pjesë dhe kanë treguar fakt nga historia e tyre. Dhe ti merr 20 minuta kohë ditore duke i kthyer përgjigje këtij personi, duke dhënë më shumë këtij personi dhe ai thot, okay, se do ta mendoj. Nuk është gjuna që ta mendoj këtë pjesë dhe nuk është turp për ta menduar, por ideja është që ky person kuptohet që nuk është klienti jot potencial, që nga mënyra dhe këto janë disa truke që bëhen në trajnimet posaçme për sa i përket artit komunikimit të mënyrës se si ti ta kuptosh nëse është klienti i duhur apo nuk është klienti i duhur, sepse ti po humb kohë dhe ne shqiptarët duhet vlerësojmë kohën, ne është një gjë që nuk e vlerësojmë fare. Ne humbasim kohën në mënyra nga më të çuditshme dhe kur vjen momenti për ta humbur në një gjë me vlerë, aty pikërisht ne justifikohemi. Pse? Sepse kështu është historia jonë, e shumicës së personave që impaktojnë. Ty mund të impaktoj motra, kunata, x, y, po që do t'ja të, e kupton, ose të produktet që unë bëj. Që do që të marrësh produktin tim, merr aty firmën, dukesh mirë, bën një reklam kaq të madh ai Gucci, ai Chanel-i, që do ai produkti aty ç'a të bën. Domethënë, mënyra se si janë implementuar gjërat dhe si kanë ardhur pjesë e mendësisë tonë për të shfaqur dhe për të dukur, ndërkohë që s'është nevoja fare as të shfaqesh as të dukesh, por puna flet vetë mbi atë gjë që ti bën, sjell ngërçe të pafundme në bizneset shqiptare. Sjell shumë ngërçe. Kështu që për të shmangur ato, për të shmangur tarifat miliona lek të influencerave që thjesht për një postim në story duan 800 ose 500 euro, ku i diun këto? Ku i diun këto do thoni ju, i di nga bamirësitë e mia që kam bërë të dikurshme, që kam komunikuar çdo VIP shqiptar edhe i kam të dokumentuara sa lek kanë kërkuar thjesht për një postim bamirësie për fëmijët me autizëm, jo më për një story të një biznesi. Kështu që
mendohuni dhe njëherë kujt ja reklamoni biznes, kujt ja jepni në dorë biznesin tuaj dhe çfarë ai biznes, ai person dhe si e reklamon ai, se është njësoj si kur ti të marrësh fëmijën tënd dhe t'ja japësh një spanjor dhe ti thuash, na, merre tani se unë po iki po pushoj një orë atje. A e bën dot i këtë? Unë nuk e bëj dot tek mamaja ime këtë gjë, do me thënë për mënyrën se si janë fëmijë të rritur jashtë dhe nuk e kanë pjesën e gjyshërve pranë dhe e kanë me frikë dhe me stres. Jo më një personi të huaj që nuk e njoh fare thjesht që është influencer edhe që është influencer ai po ha nga lekët e tua në fund të ditës. Ti të paktën rrite atë biznes, po çojë në një vend që ja vlen për ta çuar, jo thjesht në një vend që si shumë të tjerët, apo thjesht po merr ato lekët dhe po ikën në pushimin e radhës. Duhen folur kështu trosh gjërat për ta kuptuar se kur krijohet dhimbje, bëhet më mirë reflektimi në mendjen e njerëzve. Kur krijohet dhimbje nga diçka, kështu që duhen folur këto të vërteta, kështu siç janë, në këtë pikë që kemi arritur në biznes. Më kërkuan para, ja, Daniela thot pikërisht 800 euro thot, më kërkuan në story para disa ditësh. Se do thoni ju, Kristi në këto 5 vite duke parë nga një lloj larmishmëri, gjëra që unë kam bërë në rrjetet sociale dhe nga shumë bamirësi që kam bërë në rrjetet sociale, kam arritur të kuptoj një gjë që sa më shumë njerëzve 900 euro në TikTok. Po, kështu është kështu, sepse në këtu në vendin që ne jetojmë ose jashtë shtetit të kërkoj një kontratë, e të thonë për sa ditë do ta bësh këtë gjë, vetë komunikon me influenceri. Për sa ditë, si do ta bësh, ku do ta bësh, pra sa kohë do t'i japësh kësaj gjëje dhe është me kontratë që ti për 1 muaj do reklamosh vetëm biznesin tim, jo gjithë bizneset e botës. Por nuk flitet aty se edhe kur kam folur në media unë më shpreh kjo pjesë. Kështu që nuk flitet. Dhe jam përpjekur shumë edhe në media ta reklamoj, planifikon, por jam e sigurt që ata që flasin aty se kuptojnë fare këtë pjesë. Sepse nuk është në mendsinë e tyre për ta kuptuar dhe nuk duan ta kuptojnë. Me 800 euro, thot Gerta, paguan disa vite me Kristin. Po, paguan 250 euro në vit dhe paguan pra 3 vite, që i thon 3 vite 750 euro. Rritet çmimi, thot Gerta. Po, do duhet ta rrisim çmimin në këtë pjesë, por për te shakave, goca, do e kem në konsiderat, faleminderit Daniela. Është një gjë që duhej bërë kjo pjesë edhe duhem thënë disa të vërteta për të reflektuar shumica e bizneseve dhe për të ecur përpara. Ata persona që dëshirojnë, sepse mendjet e një pjesë të madhe nuk mund t'i ndryshoj as unë as Angela dhe as njëri nga ne që është këtu prezent. Gjithsecili e di vetë rrugën e vetë të zgjedhjes dhe të ndryshimit të gjërave që ai bën. Por di që e ardhmja i përket botës online. Dhe bota online nuk është e thjeshtë për të depërtuar, për të patur një prezencë online, për të patur një dyqan tëndin online, sepse është krijimi një dyqani tënd. Ço planifikosh pikërisht kjo, të krijosh dyqanin tënd online dhe ti të mos mundohesh për ta krijuar atë, por që ne ta krijojmë me mund duke na sjell ti shërbimet apo produktet që ti ofron. Angji, ke ndonjë gjë tjetër për të shtuar në përfundim të masterclassit, gocat që janë prezente sot, ka ndonjë gjë për të pyetur? Unë jo, Kristi, falenderoj shumë gocat që folën dhe ishën pjesëmarrëse, por edhe vajzat e tjera që morën pjesë. Ishte shumë kënaqësi. Dhe ne ju falenderojmë për risit që sillni dhe Samir. Kanë që vetëm këto të huajat që normalisht stepesh pak, sepse ende nuk kemi arritur që të kapim edhe këta audiencë të huaj. Kështu që ta mirë që jeni. Faleminderit, Angji. Falenderoja dhe besoj se do komunikoj me Angjin, sepse isha shumë interesuar për të pjesën me shok Planifiko, po.
sepse në ndizoj një detaj aty që duhet për çdo produkt që kem, të mund të sjellësh të gjitha detajet në mënyrë që ta bësh më të lehtë Po. ekspozimin e tyre. Kështu që do Po, të Krista, patjetër në ditët në vazhdim me ju goca. Ju uroj shumë Patjetër. suksese, paktën të gjithave ju që ishit këtu. Jemi pritur. Faleminderit. Faleminderit shumë Blerta. Goca, faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Dorina, faleminderit. Faleminderit. Po. Nuk e dëgjova diçka që tha. Okay. Goca, faleminderit. Okay, më interferua dhe mendova sikur po më pyeste për gjithë. Faleminderit shumë Goca për pjesëmarrjen tuaj. Anxhi, shumë faleminderit. Jam shumë e lumtur që jemi bashkë në këtë rrugtim. Edhe unë, Kriste. Edhe gocat pjesëmarrëse që folën mbi vlerësimin dhe eksperiencën e tyre në platformat tona. Ju jam shumë mirënjohëse, gjitha gocat e tjera që qëndruan deri sot, deri kaq vonë. Faleminderit shumë që morët kohë nga koha juaj për të na i dedikuar ne. Kështu që ky masterclass do të jetë i regjistruar tek YouTube-i jo, edhe tek Imi dhe tek Janxhit për ta riparë në qoftë se ndonjëra nga ju dëshiron që ta rishikoj sërish. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit, natën e mirë. Qofshi natën e mirë goca, mirupafshim. Natën e mirë. Mirupafshim. Mirupafshim.